Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother Kosova sapo kishte rënë dhe atmosfera dukej sikur po mbante frymën pezull. Ndriçimi i oborrit i butë dhe i ngrohtë krijonte një lloj magje të padukshme, atë lloj atmosfere ku gjërat e mëdha ndodhin pa paralajmërim. Benita dhe Toni kishin kaluar gjithë ditën mes batutave, shikimeve fshehurazi e momenteve të vogla që vetëm ata i kuptonin. Kishte qenë një tension i ëmbël mes tyre, një lloj loje shikimesh që her pas here i bënte banorët të qeshnin, por që në brendësi kishte nisur të merrte formën e diçkaje të vërtetë. Në buzë të pishinës, të dy ishin ulur shumë afër, me këmbët që i prekeshin lehtë dhe me biseda që her ndalonin pa pritur. Sepse secili e kapte veten duke parë buzët e tjetrit. Toni e thyen i pari heshtjen, Benita. Sa herë kam dashur me të thënë diçka, po nuk kam gjetë momentin, i thot ai me zërin pak të dridhur, ndryshe nga Toni i përditshëm që gjithmonë tallë, qesh e rrotullohet. Benita e shikon, e qesh lehtë, por syt i shkëlqejnë. E tash e gjete momentin? Toni afrohet pak më shumë, aq sa Benita ndjen frymën e tij të ngrohtë. Ndoshta ky është momenti i duhur, i përgjigjet ai. E tërë shtëpia duket sikur hesht, sikur edhe kamerat po presin. Benita e ul kokën për një çast, pastaj e ngrit dhe i kap sytë e tij me një lloj vendosmërie të qetë. Toni, mos prit më. Këto dy fjalë e prishin çdo kufi mes tyre. Toni buzëqesh, i afrohet edhe një hap të vogël e pastaj, ngadalë, pa hezitim, vendos dorën mbi faqen e saj. Benita nuk tërhiqet, përkundrazi, e prek dorën e tij me të sajën, sikur i jep lejen që kishte kohë që e priste, dhe aty, në ndritat e oborrit, me gjithë banorët që qeshnin e bënin zhurmë brenda pa e ditur çfarë po ndodhte jashtë, vjen puthja e parë. E butë, e ngadaltë, e sinqertë. Jo puthje loje, jo moment për kamerat, por një puthje e vërtetë që i tradhton ndjenjat që të dy kishin mbajtur të fshehura. Benita i prek lehtë shpatullat, sikur do ta mbajë sa më afër, ndërsa Toni e tërheq butë drejt. Loja nisi krejt rastësisht, por brenda pak sekondash u kthye në një nga momentet më gazmore të mbrëmjes. Dolce po kalonte në obor me një smothje në dorë, kur pa djem të ulur e të mërzitur. Me stilin e saj energjik, ajo ngriti vetullën dhe tha, "Hëma, pse jeni si statuja të muzeut? Hajde pak gjallëri." Moderatorja, që gjithmonë e ndjen çastin, aktivizoi sfidën, "Djem, jua kam një lojë, kush është më i shpejt për t'u hedhur në pishinë?" Pa u përgatitur, pa menduar shumë. Në atë moment, të gjithë u ngritën në këmbë me një shpërthim gazi, sikur dikush kishte ndezur një buton adrenalini. Dolce u step një hap mbrapa dhe nisi t'i shikonte e t'i filmonte me celularin e saj të lojës. Ndërsa qeshte, "O Zot, po ç'ikeni këto fytyra garuese?" Cunat nisën përgatitjet. Njëri hoqi vetëm kapelen dhe vrapoi si i çmendur drejt pishinës. Tjetri u përpoq të hiqte bluzën, por ngeci me duart lart dhe vrapon të gjysmë i bllokuar, duke shkaktuar ulërima të qeshurash. Një tjetër u përpoq të përdorte strategji, bëri një rrugë të shkurtër mes tavolinave, por u rrëzua mbi një jastëk të madh si aketor komedie. Dolce u kthye nga kamera, "Këta s'janë banor, këta janë ninja të çmendur." Ndërkohë, dy djem të tjerë u shtyn lehtë në bar duke bërë batuta. "Kush i jep përparësi kujt, o vlla, s'mund ma merr fitoren kështu. S'ke shanse. Kam aerodinamikën." Dolce qeshte aq shumë sa i u rrëzua smothje nga dora. Në fund, njëri prej tyre, më i përqendruari, më i qetë, por edhe më i shpejti, arriti i pari te pishina. Ndali për një sekond, ngriti duart në ajër sikur kishte fituar kupën e botës dhe pastaj. Hop! U hodh me një zhytym spektakolar që krijoi një dallgë të madhe, splash. Uji u ngrit aq lart sa bëri shor të gjithë të tjerët, përfshirë edhe Dolcen. Ajo fshiu fytyrën dhe shpërtheu në të qeshura, mbaroi loja. Ky është kampioni. I çmendur, por kampion. Banorët nisën ta duartrokasin dhe të hidhen edhe ata në pishinë një nga një, duke krijuar një kaos të bukur. Plot. Pas përfundimit të Big Brotherit, Toni dhe Benita përjetojnë ditët e para jashtë shtëpisë me të njëjtin humor, energji dhe afërsi që i karakterizonte brenda lojës. Në një mëngjes të qetë, të dy janë shtrirë në një shtrat të madh, të mbuluar me një jorgan të butë. Toni, si gjithmonë shakaxhi dhe provokues, zgjat duart në një organ me synim ta trem Benitën thjesht për lojë. Benita reagoi menjëherë, filleton të bërtas nga surpriza, por qesh me zë të lartë, duke u rrotulluar majtas djathtas dhe duke e shtyr Tonin si për t'i thënë, "O budalla, mos më tremb kështu." Toni shpërthen në të qeshura, i lumtur që ja doli ta çonte në humor.
Jorgani tundet nga lëvizjet e tyre, ndërsa Benita vazhdon të qeshë e skuqet, po pse bërtet kështu? E di që thjesht të bezdis për qejf. I thot Toni, ende i shtrirë pranë saj. Benita i hidhet faqes dhe i jep një shpull të lehtë lozonjare, ti s'ndreqesh kurrë. Gjithmonë ke qejf të më ngacmosh. Ai i afrohet më shumë, e mbështjell me krah dhe i flet ngadalë, edhe kur bërtet je e bukur. Ajo ul kokën, e kap gjumin ngadalë, ndërsa Toni vazhdon ta shikojë me një buzëqeshje të qetë. Pas gjithë kaosit të Big Brotherit, ky moment i thjesht, plot të qeshura dhe afërsi, është pikërisht ajo që të dy i kishte munguar. Muzika ndryshon në një ritëm më të fortë latin, me ndriçim të kuq e portokalli që i jep sallonit atmosferën e një klubi veror. Dolce, e ulur në divan, ende e papërgatitur për atë që sapo ndodhi, mban në prehër bluzën e Domenikos dhe nuk e beson dot guximin e tij. Ajo qesh lehtë, një e qeshur e butë që e tradhton emocionin. Domenico, tashmë me gjoksin e zbuluar dhe me energjinë e tij prej shomani, i afrohet edhe më shumë, duke u lëvizur sipas ritmin. Ai i zgjat dorën Dolces, këtë herë më qartë, më hapur, sikur të donte ta përfshinte në atë skenë që kishte filluar vetëm për të. Dolce heziton për një çast. E prek bluzën mbi këmbë, e palon me kujdes dhe e vendos në divan. Pastaj ngrihet ngadalë. Reagimet janë të menjëhershme, ja ku po fillon. Bërtet njëri prej banorëve, Grande Domenico. Thërret dikush tjetër, Domenico buzëqesh triumfalisht sapo e sheh Dolcen të afrohet. Ai vendos duart në belin e saj për një moment të shkurtër, shumë të lehtë, vetëm sa ta orientojë në hapin e radhës të kërcimin. Dolce qesh e turpëruar, por nuk tërhiqet. Ajo e ndjek ritmin me një elegancë natyrale që e ka bërë të pëlqyer menjëherë nga publiku italian. Ata fillojnë të kërcejnë, fillimisht ngadalë, pastaj gjithnjë më ritmikisht. Domenico bën lëvizje të forta, provokuese, ndërsa Dolce i kundërpërgjigjet me butësi. Duke e kthyer skenën në një lojë të balancuar, ai energjik, ajo elegante. Banorët duart trokasin, disa fishkëllejnë për t'i ngacmuar, dhe kamera nuk largohet asnjë sekond nga çifti. Në një moment, Domenico i afrohet shumë, aq sa Dolce e ndjen frymën e tij të veshi. Ajo qesh, i shmanget pak, pastaj kthehet përsëri në ritëm, duke krijuar mes tyre një dinamik flirtuese që ndes gjithë ambientin. Po digjni shtëpinë, hey. Thërret një vajzë nga anash, Dolce lëviz me më shumë vetbesim, ndërsa shikon Domenicon në sy. Ajo e ndjek hapin e tij, e kap dorën, e rrotullon me një elegancë që askush s'e priste. Banorët shpërthejnë, nuk është më thjesht Domenico. Skena, reagimi i banorëve pas batutës së Bies kokë, sap e mbyll Labinoti derën me atë buzëqeshjen e tij ngacmuese. Bia mbetet në mes të korridorit e nervozuar. Ajo tund kokën dhe, duke mos e duruar më, ja hedh batutën. Bia, e irrituar, duke u kthyer nga dera, Labi, mos u tall më se qen ke kokë. Në atë sekond, gjithë banorët që po e ndiqnin nga kuzhina shpërthejnë njëherësh në të qeshura. Toni, i pari që nuk mban dot veten, përkulet mbi tavolinë, po kjo është e papar. Ja tha Fitz. Benita godet tavolinën me dorë duke qeshur. Bia, tu ka prish durimi fare sot. I tha atë që duhej. Arditi, me gotën e ujit në dorë, mezi merr frym nga i qeshura. O Labi, dil nga dera tani po munde. Ta la Bia bombën. Në sfond dëgjohen britma të lehta të banorëve, dikush thot, e shkreta derë nuk ka faj fare, po merr gjithë tensionin e shtëpisë. Labi, nga ana tjetër e derës, dëgjon valën e të qeshurave dhe nervozon pak, por prap nuk e përmban dot buzëqeshjen e vet karakteristike. Labi, nga mbrapa derës, duke qeshur nervozisht, hajt mo, jeni çmend të gjithë, e keni bërë këtë shtëpi cirk. Bia ecën drejt dhomës së ndenjes me një vetbesim triumfues, duke buzëqeshur që i doli fjala siç duhej. Bia, nuk e mbaj dot më ngacmon gjithë ditën. I erdhi radha të marrë një përgjigje. Banorët vazhdojnë të qeshin edhe disa sekonda të tjera, duke e komentuar batutën si një nga momentet më komike të ditës në shtëpi. Ufficiale, casalinghi, stasera il Grande Fratello vi porta a cena, ma la fraschetta d'augurio non è per scena. Posti ce ne sono 4 in croce, uno per Dolce che sceglie veloce, chi va genio, chi va stretto. Andatevi a divertire. Nanni. Io pensavo che era ma io pensavo che tu stavi sbagliando dicendo Romano. No, lo sbaglio. Vabbè, l'abbiamo capito. Dolce porta a cena 3 persone che gli vanno a genio. Avete capito? Sì. Va bene. Chiudo. Chi vuoi portare a cena?
Jonas. E chissà perché. Omer. E chissà perché. Donatella. Oh, grazie. Chissà perché tutti loro, Non solo lui. Palese. Che cosa? Chissà perché tutti loro. Che vuol dire tutti? Nata në Big Brother Kosova nisi e qetë, por u kthye në një stujë emocionale sapo u përhap lajmi se Dolce ishte futur në Grande Fratello Itali. Në fillim, askush nuk guxonte t'i thoshte Edit. Ai ishte ulur në divan, duke pirë kafen e natës dhe duke qeshur me një batutë të banorëve. Por sapo produksioni thirri emrin e tij, Edi, afrohu te ekrani. Ke një njoftim. Të gjithë e ndjen menjëherë që diçka serioze po vinte. Moment i parë, goditja e lajmit, në ekran u shfaq logoja e Grande Fratellos dhe fytyra e Dolces duke hyrë në shtëpinë italiane, e buzëqeshur, e rrethuar nga banor të rinj, Edi ngrin. Ngrin krejtësisht, nga sytë i zhduket drita e zakonshme dhe zëvendësohet nga një lloj hutimi i thellë. Sikur dikush i kishte shkputur tokën nga këmbët. Dolce. Atje? Në Itali? Në Grande Fratello? Po që bën ajo atje? Përshpëriti, por askush nuk i përgjigjet. Labi tentoi të fliste, por u ndal. Edin nuk e prisje kur kaq të prekur, në sytë e tij dukej shumë qartë, ai ishte tmerrësisht i friksuar. Moment i dytë, xhelozia që shpërthen, edhe pse u përpoq të buzëqeshte, Edi nuk e mbajti dot veten. Ai u ngrit, filloi të ecë rreth tavolinës, të fërkoi duart e të shikoi poshtë sikur kërkonte fjalët. Po pse shkoi ajo? A e dinte se un jam këtu? A e dinte se çfarë ndjej? Pastaj shtoi me një ton që i dridhej, inshallah. Inshallah nuk lidhet me naj banor atje. O Zot, s'po e përballoj dot idenë ta shoh me dikë tjetër. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, nuk ishte më një reagim loje. Nuk ishte skem për kamerat, ishte dhimbja e një njeriu që sapo humbi kontrollin e botës së tij. Moment i tretë, mbyllja në vetvete, Edi doli në obor, pa thënë asnjë fjalë. Dera u mbyll pas tij dhe u dëgjua vetëm shurma e butë dhe këpucëve të tij mbi tokën e ftohtë. Ai ul në stol, mbështeti bëryllat të gjunjët dhe fshiu syt me dorën e majtë. Kamerat afruan qet, ai murmuriste, unë nuk e urrej. Absolutisht jo. Unë vetëm kam frikë. Se mos më haron. Se mos dikush tjetër e bën. Toni u zgjua më herët se zakonisht atë mëngjes. Me flokët ende të çrregullt, ai mori një banane nga shporta e kuzhinës dhe filloi të hante me atë qetësinë karakteristike që e dallon gjithmonë në mëngjeset e shtëpisë së Big Brother Kosova. Ndërsa banorët e tjerë zvarriteshin drejt kafes, Toni dukej sikur ishte në një film komik, i qetë, i fokusuar dhe me mendjen diku tjetër, dhe ajo diku tjetër quhej Benita. Pasi mbaroi kafshatën e fundit, ai u drejtua drejt oborit ku Benita po ngrohej në diell. Ajo ngriti syt, pak e habitur, pak e kënaqur, si gjithmonë kur Toni afrohej. Toni, pa asnjë hezitim, me atë stilin e tij spontan që askush nuk e parashikon. Iu afrua, buzëqeshi lehtë dhe e puthi Benitën në buzë. Banorët që ishin aty pranë mbetën me gojë hapur. Një pjesë filluan të qeshnin, të tjerë u lëritën o opa. Ndërsa kamerat e Big Brother fokusuan menjëherë momentin, duke e shndërruar atë në skenën më të bujshme të mëngjesit. Benita u skuq, por nuk e largoi. Përkundrazi, buzëqeshi e i tha me zë të ulët, po na zbulon kështu në mëngjes? Toni qeshi, ngriti supet dhe ju përgjigj, ma mori mendja. Që jemi gati të bëhemi çift. Dhe kështu, pa shumë fjalë, pa deklarata zyrtare, me një banane dhe një puthje, Toni dhe Benita i dhanë sinjalin e parë të qartë se ndoshta këtu po lind çifti i dytë i shtëpisë. Në dhomën e komentimit, ndërkohë, producentët me siguri po përgatisin tashmë titrat romancë e re. Po nis historia Toni, Benita. Benita, dushi i mëngjesit dëhre drama e shtëpisë. Benita ishte nga të parat që u zgjua atë mëngjes. Syt i kishte ende gjysmë të mbyllur, por energjia e saj e brendshme, ajo që e bën të dallohet në shtëpi, dukej se kishte shpërthyer që në orët e para. Pa thënë asnjë fjalë, ajo mori peshqirin, vuri kufjet në vesh dhe u drejtua qetësisht drejt dushit. Në momentin që u fut brenda, uji i ngrohtë filloi të bjerë mbi të si një perde qetësie, duke shkëlqyer në lëkurën e saj. Lëvizjet e Benitës ishin elegante, të qeta, të sigurta, një ritual i përditshëm që i jepte qetësi dhe vetbesim. Ajo dukej sikur haroi kamerat, haroi garën, haroi gjithçka për pak minuta. Nga jashtë, disa banor u pan duke hedhur shikime drejt kabinës së dushit, sepse Benita me ritmin, prezencën dhe vetbesimin e saj
E kishte kthyer mëngjesin e shtëpis në një mini, sken show, Vesa komentoi me zë të ullët, Benita ka një energji sot. Diçka po ndryshon të ajo. Ndërsa Toni, që sapo kishte përfunduar bananën e tij të famshme të mëngjesit, buzëqeshi në heshtje. Ai dukej sikur e dinte pse Benita po shkëlqente kaq shumë. Puthja e mëngjesit midis tyre kishte hapur një kapitull të ri, dhe tashmë çdo gjë që bënte Benita dukej më e fortë, më femërore, më e ndritshme, kur ajo doli nga dushi, me peshqirin e mbështjellë dhe me flokët që lëshonin pika uji mbi supet e saj. Të gjithë u kthyen ta shihnin. Benita ecte me një vetbesim të ri, një vetbesim që shtëpia nuk ja kishte parë më parë, një ditë e re kishte nisur, dhe një Benitë e re po lindte, ndërkohë, romanca e saj me Tonin po ndiste thashetheme dhe intrigat që sapo kishin nisur. Sonte në Big Brother Kosova pritet një nga momentet më të forta emocionale të këtij edicioni. Produksioni ka paralajmëruar se Edi do të thirret në dhomën e rrëfimit për një njoftim që pritet t'i trondit të gjithë banorët dhe publikun. Që në orët e para të mëngjesit në shtëpi ka pasur lëvizje të çuditshme. Banorët kanë vënë re se stafi po përgatiste diçka të madhe, ndërsa kamerat e ndjekin Edin pothuajse kudo. Ai vet ka qenë më i heshtur se zakonisht, ndërsa shpesh e kapin i menduar duke parë në këndin e oborit ku shpesh rrinte me Dolcen, por mbrëmja e sotme do t'i ndryshojë gjithçka. Edi, të lutem ulu. Kemi një informacion për ty. Dera e dhomës së rrëfimit mbyllet pas ti. Muzika bie. Zëri i Big Brotherit bëhet serioz, ne e di që ti ke folur shumë për Dolcen, për lidhjen tuaj jashtë, për mungesën që ndjen. Por Big Brotheri ka për detyrë të informojë për një zhvillim të rëndësishëm. Edi mbetet i ngrirë. Syt i hapen pak e duart i shtrëngohen, Dolce është futur në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Dhe që në ditët e para. Ajo është afruar shumë me një prej banorëve atje. Pamjet shfaqen në ekranin përballë tij, Dolce duke buzëqeshur, momente nga bisedat me banorin italian, afrimitete, çaste që flasin vetë. Edi e tërheq frymën me vështirësi. Syt i lëkunden midis krenarisë, habis dhe dhimbjes, ajo ka thënë se po e nis një njohje të re. Se brenda shtëpisë së Grande Fratellos po gjen dikë me të cilin po krijon kimi. Një heshtje e rënë. Edi ul kokën. Buzët i dridhen, nuk ka shpërthyer. Por duket qartë që brenda tij gjithçka po shembet, jashtë, banorët presin, në sallon nuk dëgjohet as fryma. Të gjithë presin çfarë po ndodh me Edin, sepse produksioni ka paralajmëruar se lajmi është jetik për të. Kur dera e dhomës së rrëfimit hapet, Edi del ngadalë. Syt i janë skuqur, fytyra i është veshur me një qetësi të frikshme. Banorët i afrohen, por ai thot vetëm, s'jam mirë. Më duhet pak kohë. Nailiri i vendos dorën mbi shpatull. Benita.